është çështje relative, sidomos për gjithënjen dhe shtatzanin, ose shtatzanin më thonë në renditje dhe gjithënjës. Arsyeja është se jo çdo grua është e njëjtë dhe jo çdo herë Ramazani është i njëjtë. Pra, dhe faza e shtatzanisë jo e tëra është e njëjtë. Pra mund të flasim kështu, një grua e njëjta, pra, një herë në një shtatzani është detyruar ta prish se s'ka mujt. Po se Ramazani ka qenë verës. Një Ramazan tjetër e ka agjëru pa problem, edhe pse ka qenë më moshuar, ose më vjetër krahasim më hershme. Ose, Ramazani në një shtatzani e ka kap në muajt e parë që nuk i ka bërë shumë problem. Ramazani në shtatzania e parë për të është Sakt edhe ajo, shtatzania e parë me shtatzania e dytë të dallojnë. Ndërka që Ramazani në shtatzaninë po e zonë të 5-ën apo të 6-ën, uroj që gratë të shpresojmë që të kemë shumë lindje. Atëherë ka mujt pra që t'jetë ndoshta muj, sigur tash që jemi, është muj dimrit me gjithatë konzerot. Ne tek pas Bajramit po dalim si vjet në pranverë. Mirë po, pse janë ditë të shkurtra dimrore, kjo është në muajin e 9, ku ka shumë mundim, shumë lodhje. Pastaj atë që përmenda, jo çdo grua është e njëjtë. Pra sikur të kemi ne, kushtimisht me thonë 2 motra binake, të martuara për 2 vëllezër bineq, që të dyjat për një ditë janë martu, që të dyjat po janë shtatzan për një ditë, për një muaj, s'do të thotë që aplikon të njëjtat rregulla, sepse njëna ka tjetër metabolizëm, tjetra ka tjetër. Cili është ai standardi dhe kriteri? Kriteri agjerimi nuk ka me të lodh, agjerimi nuk ka me të cit në shtrum, që thot populli. Agjerimi është detyrë që duhet të respektohet, pse kemi nga pak mundim, ajo edhe kërkohet, sepse të gjithë poshturi, etje, ka dhimbje koke, ka pak çështje çrregullimit të tensionit e tjera, ato duhet durohen. Por nëse him në hak në një mënyrë ose tjetër fetusit, fëmijës në bark e tjera, atëherë është standard që bën të prish. Pastaj, gjithënja për cilin fëmijë po flasim, për këtë foshin që është një muajsh, që burim kryesor të ushqimit e ka gjirë në natë, apo këtë tjetrin që të jetin në sheriatin tonë deri një, do më thonë 2 vjetë është normale. Dhe cili fëmijë është i varur në moshën 2 vjeçare për qumshtin e nanës. Pra pse ajo ta braktis, edhe nëse mbetet të fëmija pa qumsht ose pa qumsht mjaftueshëm, pse të mos agjeroj. Pra këtu t'i bëjmë këto dallime. Unë jam shumë pro asaj që gjithënja të zgjatë sa më shumë, sidomos në vitin e parë të lindjes, pra sa më shumë që fëmija është i lidhur për gjiri, dhe kjo të njëjtën kohë do të na çojë te kjo gjendja që gratë të pajisen për gjithënje sipas nevojës dhe forcës. Në ditët e dimrit nuk ka nevojë të prishet, asese se ushqimi që merret në 11-12 orët e natës është shumë i mjaftueshëm, shumë për shëndetin e fëmijës dhe të saj. Ndërkaq në ditët e verës në vendin tonë deri 17 orë gjysmë është dita, pra me ato që po mbeten 6 orë gjysmë janë të pamjaftueshme. Mos flasim që aty është edhe namazi teravive dhe tjera, pra mund të jetë e pamundshme dhe kjo secila do ta shoh gjendjen e vet.